Ishin dy vëllezër, dy dervish. Njëri punonte në hamam, tjetri ishte në majtë të malit. Një ditë prej ditësh, vete dervishi që ishte në hamam, merr pak zjarr dhe e çon dervishi që ishte në majtë të malit. Pas një periudhe, ngrihet dervishi që është nga në majtë të malit, merr aku dhe vjen në hamam t'ia japi dervishit që ishte punonte në hamam. Sa hyri në derën e hamamit, pa kalim thi kofshën e një femre. Dhe pa pritur, akulli që kishte në dorë ju shkri. Në atë kohë e pa dervishi që ishte në hamam dhe i thot: vlla dervish, e kollajshme është të bëhesh dervish të majtë malit, por e vështirë të bëhesh në hamam. Njeriu në këtë jetë është për të kontrolluar ndjenjat e tij dhe emocionet. Njeriu është një krijesë që ndodhet në araf. Nuk është as kafsh. Pasi kafsha është hynore, kafsha është pjesë e natyrës, kafsha s'ka shitallëk, kafsha nuk të vret, po nuk është e nevojshme. Por njeriu as njeri nuk është. Të thuash njeri është stadi më i lartë humanit. Njeriu është ekuilibri, njeriu është dashuria. Dhe qëllimi i shpirtit në këtë formë është pikërisht të kontrolloj ndjenjat. Dhe t'i çojë ato në shërbimin e tij. Pasi ndjenjat programuara, secila janë të programuara për të qenë në shërbimin e shpirtit, të vetdijes. Subkonscienca është ajo që të ofron shumë mundësit. Kurse ndjenjat janë armët kryesore. Pasi zemra është ajo që harrin qëllimet, po zemra është programuar vetëm për të dashuruar. Goja është programuar vetëm për të folur, veshi vetëm për të dëgjuar. Por kur i Zoti i shtëpisë është zgjuar, i kontrollon të tëra këto. Dhe të quhemi njerëz human është niveli stadi më i lartë. Prandaj, në qoftë se do duam të arrijmë diku, fillimisht duhet të ndryshojmë veten tonë. Është e kollajshme të thuash unë jam i formuar, por që të përballesh me vështirësinë, ajo është sfida më e madhe e njeriut. Ajo i tregon të vërtet potencialin, dobësinë apo dobësinë e njeriut.